أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Vlasën besimtar, falënderimi të kënë Allahi Gjellëshanuhu e Gjellë Gjellalu, I cili na udhëzoi në rrugën e drejtë, rrugën e shpëtimit për dunja dhe ahiret. Salavat dhe selam I saftë mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, I cili sa rekomentoi fjalët e Allahit Gjellëshanuhu, Kur'anin Azimshëm. Këtë hutbe me kërkesën e disa prej gjëmatlive tanë e kom këput hutben të cilën e kem tash 2 gjuma me radhë e kem me vazhdua për historinë e pejgamberit a.s. interesim për një kohë cila për shumë prej ti gjëmatit janë të interesuar ajo është kohë e zyetisë. Kanë kërkua të sërojnë zyetin sipas rregullave të shariatit, e cila është me rëndësi të dihet rregullat e zyetisë në këtë ummet. Edhe për këto zoti na ka treguar, ka njoftua, na ka mësua, edhe vetë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka treguar, ka sëruar edhe mësua shokët e vetë këtë ummet deri në kiamet. Po filloj me ata që ka fillon Allahu me fjallët e tina, eudhu bila bismillah, yas'alunaka madha uhilla lahum, kul uhilla lakum at-tayyibat. Të pyesin ty o Muhammed, çka na është e lejuar me neve, pra këtij ummeti, thuaj ju janë të lejuar me të mirat, zanat e mirat. Atë tjetër ajet, Allahu thotë eudhu bila bismillah, وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Janë të lejuame për juve të mirat e janë të ndaluame të këqijat. Ata që ka kanë ndaluar Allahu pjesë arkese për ne, për organizmin, për trupin, për shëndetin, për jetën, për shoqërinë. Pra e kesin. Allahu thotë, va kam lejuar të mirat, va kam ndaluar të këqijat që vajnë. Tjetër ajet, Allahu thotë eudhu bila bismillah, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Zoti va ka sqaruar çka është e ndaluar për juve, pra ka treguar cifra, fije për fije, çka është e ndaluar për juve, përveç kur jeni për nevojë. E atë uzri makbul. Uzri makbul. Në tjetër ajet thotë Allahu Gjellëshanu eudhu bila bismillah, وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ. Mos I bandon vetit me dorën tënde. Mos I bandon vetit me dorën tënde. Allahu po thret, o pra robi Allahu, mos e ço vetin në tonë ti me punën tënde, me veprën tënde. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar rregullat e ushqimit, si më ushqyer, çka më ushqyer. Për atë një hadithe ka thënë pejgamberi alayhis salam, ya gulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Një dialog shtrua hapur me pejgamberin alayhis salam, mëson pejgamberi me hapur sa I s'po di ku sjellën sofër si me hapur. Edhe çka po I thot pejgamberi alayhis salam, ya gulam, po dialog. Samillah, mas pari përmendë Zotin, nisja pra me bismillah. Semillah, thuaj bismillah. Ve kul bi yaminek, ha me dorën e djathtë. Ha
me dorën e djathtë. Ve kul mimma yelik edhe ha para vetit. Ha para vetit, jo më shkuar para tjerë. Pra, për me termin e Zotit, ha me dorën e djathtë edhe ha para vetit. Kjo rregull. Tjetër porosi prej pejgamberit alayhis salam, at'imul ja'i wa'udul marida wa kafful 'ani. Ushseni ata që kanë nevojë, tundit, që kanë nevojë, ushseni, mos hani vetëm, por ushseni vati. Wa'udul marid, shkoni me i bat list, vizitoni list, wa kafful 'ani, edhe nxjerrni njerëzit besimtar prej burzave, prej robëriet. Nxjerrni besimtar njerëzit prej burzave, prej robëriet. Pra, kur kanë rënë robëri ose burze pa hak. Dini katër rreset të cilat Zoti Gjallësharu në këtë dynjë e vallon insanit prej kur ndahet prej ushqimit të nanës ose cilin të nanës e deri në vdekje. Janë dy të lagta edhe dy të ngurta. Dy të lagta janë uji edhe çka prodhohet prej ujit, edhe sumshti e çka prodhohet prej sumshtit. Të janë dy. Një me begati. Na kitë nalë Allahu ujnë sa kim me jetu në pa ujnë, ose pa sumshti. Një me, falendroj Allahu. Për ata, se millam, përmend Allahu kur t'ja fillon, edhe elhamdulillah kur përfundosh. Falendroj Allahu. Të ngurtat janë çka dalin prej toket, prodhimet tokës dhe çka përpunohet prej tyne, edhe mishnat e çka përpunohet prej tyne. Të janë katër rrise që Allahu në këtë dynja orë Allahu ti ka dhënë për të mirën tone, e këto të mbyllën atë ditë që dalësh prej kësaj dynja. Atëherë, mos e harroni se çilën te tjera një ke risk me hi për cilën do të ato janë të dyert e xhenetit. Do të ndalemi sot te mishnat e konkretisht të zyetjes. Me përpilua fjalinë e zyëtis, shka është zyëti? Zyëti do më thonë kapja e kafshës së egër, me mjete të caktuame ata që nuk mund është me nëzën me dorë. Pra kapja e kafshës së egër, që nuk mund është me nëzën me dorë, me mjete të caktuame, pra halal, lejur, jo me zi qka. Kem me basës mund është me zi qka me ke zyëti. Allahu Gjallëshanuhu në Kur'an në njëfton për të zojë. Të zojë, eudhu bila bismillah, uhille lakum as-saydu al-bahri, wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara, wa hurrima alaykum as-saydu al-barri ma dumtum huruma. Çka thot Allahu? Va kam lejuar zyetin ndet. Va kam lejuar zyetin ndet. Wa ta'amuhu edhe ushqimin e tij na pra çka prej detit. Mata'an lakum knasi për juve. Veli se jarëti, edhe për udhëtarë që rrugojnë për derit. Va hurrima alaykum saydul barri, është ba e ndalua me haram, zëtia në tokë ma dumtum huruma, sa atini një hram. Sa atini në një hram. Pra, kur ti është një hram e të shkuar në haqë ose në umre, nuk të lejohet me zëti për tokë, e të lejohet nëse ose rrugo për derit. Kjo është e dalimi që ka dim ka kuptojë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam për shumë hadithë një hadith të i porosit shokët e vetë që e përshë për zyeti edhe u tha. Ma sit të bikau sike fa dhe kërë të ismullahi fa kull. Ata që e ke izue në shizet, në shizeta, në strija dhe asë të thonë aty ne, e ke përmen emnin e Allahu ha prej saj. Ve ma sit të bikel muallim, edhe ato që e ke zuaj me sanin e stërvitur për zoje, sanin e pregatitur, sanin e zojes. Fe dhe kërë të smallahi edhe ke përmen emnin Allahut kër e ke shoj sanin për zoje, fe kull ha. Kushtet cila duhet me i di zyetarë. Sa i përket vendeve ku nuk lejohet zyetia askur, janë dy mese. Vetët e shenjta Mekka dhe Medina në kufit të caktuar që janë
vendi haremi, që quhet haremi i Mekës edhe haremi i Medinës. Këtu nuk lejohet zyetëtia. A je në haxh, a je në umre, a je të jetu aty, a si e andimen, a verë, a është bajram, a së bajram, të dy mese, këta kufina haram zyetëtia, nuk lejohet. Koha të cilat nuk lejohet zyetëtia është koha sa je një hram. Haxhia sa është e një hram, nuk lejohet me zue deri sa të lirohet për ihramin. Sa i përket kohës në cilën dalimi i kohës se i tregoj ose i caktoj institucionet përkatëse të ndryshme, është mirë me respektuar nëse është për të mirë të kafshëve ose shpenzëve për lojën e tyre shumë i minetëne. Mirë është me respektuar atë kohë, e ke mirë edhe për ty, duke ruaj prej dënimit, por edhe për një lloj njeri se ato kafshë, ato shpenzë të shumohen, e të kesh atër, kur është kohë atyne mundësi edhe të zuash me to. Kushtet e zyetarit. Për me kanë ushqimi halal muhagër prej atij zyetarit, ai zyetar duhet me kanë musliman, ose prej pasuesve të librave, pra aty jenë të krishterët edhe hebrejt. E dyta, ta ketë armën adekuate për zyeti. Armë e cila është për zyeti. Armë e cila preferohet, e ajo është çdo sen që e shpon zahun kur të zuash, ajo është e lejueshme. Armë se e shpon zahun, edhe i del zahut është e lejueshme për zyeti. Edhe i treti kusht është që zahtari kur dalën zoje edhe don me zuaj zahun ta përmendja min Allahut ose kur ta lëshoj kafshën ose sendin që i ka përgatitur për zah ta lëshoj me bismillah. Këto janë tri kushtet esenciale të zahtarit që lejohet zahu i tina me imam. Kushtet e zahut, ata çka e zën e bjen zahut ose zahtarit. Është të jetë i vrarë ose i prerë në emrin të Allahut. Të jetë qëllimi për ushqim, e jo për prishje. Ka shumë prej hobi shkon, thot hajde pa mundi me vratë zot, edhe i vret e lënë. Bigajrika. Pra, me kanë qëllimi për zoje, për shfrytëzim të atij zahut, e jo për dëmtim të tyre. Allahu xhaleshanuhu ثرة القرآن وفضله بلا بسم الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. O besimtar, o ju që besoni, plotësoni detyrimet, obligimet që i keni, plotësoni, çoni vetë amonetin. Uhilla lakum al-bahimatu al-an'am, janë lejuar juve ngrania e kafshëve. Pra ato i ka kryer Zoti për të mirë ty juve, për të ushqyer vetë familjen dhe shamirët edhe kodonin. Illa ma yutla alaykum. Përveç atyne që Allah ka ndaluar. Përveç atyne që Allah ka ndaluar. Cilat janë ato kafshë të cilat lejohet zahu i tyne dhe ushqimi i tyne. Pra janë shumë, por na do të ndalemi në këtë teremin tonë që ka bujnë me zetna që mujnë me vranë si zvetarë. Lepurat e johë, drerat, 10 egra, edhe ndoni kafsh nuk e di, a ka tjera të cilat mund të na mu zetë për e këtune të cilat janë të lejoshme. Pra, prej shpesve, flancat, patat, balqat, plumbat e egar, edhe shumë lojët të zojzve të cilat njerëzit i përdorin për ushqime jo për prishje. Mojnë atë mulli zezat, mulli bardhat, doj buzi mirë, doj se tjetër që ka po dive që ka janë, por zonat e cilat i merë për ushqim e jo për prishje. Cilat nuk lejon për përdorim për ushqim, nëse se i vret, rastësisht, derri egrë, pra si derri busi egri, ujku, dhelpra, tigri, hiena, e të gjithë ato të cilat janë mish gramse. Pra i kom se këtë më do që mujnë kësajt metodë, bela ka dhe tjera, por së njëri zyetarë edhe nuk i din të zita lojët. Prej shpesve të cilat nuk lejohen, janë skifderi, shqiponja, petreti, korbi
edhe ato të cilat ty ta merr mendja që janë dëmshme ose kanë dëm me hangër ose nuk janë përshtatshme. Ato njerëz të cilat janë merr mendja që nuk janë të dëmshme, por nuk janë të ndalueshme me fjalën e Zotit, me Kur'an ose hadith. Allahu na shëron mirë, se s'ka janë zan pas Allahu, edhe i dërgoi Zotit thotë audhu billahi bismillah, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Wa qala ya Allahu mirat e ka ndaluar domet. Kësia, pra, prej atyre kësia të cilat Allahu nuk i ka ndaluar, as kuma mi hangër, nëse ka diçka që ty don, bandon mos e bëj. Mos u merr me to. Transmeton Aisha radiallahu anha prej profetit pejgamber Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, janë 5 lloj kafshës shtëksia që pejgamberi alayhis salam ka urdhnuar me i vra në veset e shenjta. Prej tyne korbin, skifterin, akrepin, miu edhe senin që i ha njerëzit. Të 5 zana i ka urdhnuar pejgamberi njerëzit me i vra. Pra korbin, skifterin, akrepin, miu edhe senin kafshuos ose senin që i ha njerëzit. Prej atyre që ka ndaluar pejgamberi alayhis salam me vra, janë mirë i mangër, letën, pupëzën edhe bretkocën. Të 4 zana i ka ndaluar pejgamberi alayhis salam me vra. Armet të cilat janë të nevojshme ose lejohen për zjarr, janë armet e zjarrit. Armet e zjarrit janë aty pushka, çiftja, çka po dimë ato që janë me bali e të cilat janë me fishek. Janë vazhdushnat të lejoshme, janë shtizat, harset, edhe ato të cilat janë të nxajshme me tokë. Pra, si shtam edhe parë, gjithë ato të cilat e çpojnë zjarrin edhe del zjarri prej zjarrit. Kusht tjetër është se zjartari më thonë bismillahi Allahu akbar para se me zuaj me pushk ose me ndoni mjet ose para se me çuar kafshën e zyetjes. Nëse lehet për kujtimin e Allahut me sellim, sipas shumicës dietar nuk lejohet mu hangër zjarri. Nuk lejohet mu hangër zjarri prej atij njeriu. Kur është fjala te kafsha e zyetjes, këtu më shumë përdoret seni i zyetjes. Ka tjetër ka dhe tjera zana të cilat përdoren prej kafshëve, por këtu konkretisht të na është seni. Kushti kryesor duhet të jetë seni i stërvitur, i përgatitur për zojë. Nuk mundsh me dalë në zojë me sen bastar, nuk mundsh me dalë në zojë me sen të rojës shtëpis, nuk mundsh me dalë në zojë me sen të rojës baktis, nuk mundsh me dalë në zojë me sena të ndryshme, rrugash ose çka po di vet tjerë. Kushti i dytë është që kur të lëshosh senin me lëshua duke përmend emrin Allah, me bismillah. Kushti i tretë është që seni ta kapi zojën ose zahun për ty e jo për veti. Për ty e jo për veti. Se nëse seni shkon e kap zahun, e nis me hangër ai për veti, nuk lejohet me marr ty, pse ajo ka humbur e ka nis për veti. Do të thotë e ka zon për veti. Ty nuk lejohet me hangër atë zahun që e ka nis seni me hangër. Nëse seni ka ikur, për shua ti, ka dalë vetë, e ka nëzën zahën. Ose e ke lëshua, me sellim, nuk e ke përmend emrin e Allahut, ose është bashkuar me sen tjerë të cilët, kur është prunë zahën, nuk dihet se cilje ka nëzën, nuk lejohet me hangër zahën. Nuk lejohet, si për shumicës dietarëve, nuk lejohet me hangër zahën. Lejohet me marë seni stërvic edhe në qofë se është ai prej e hititave, pra prej krishterve ose jehudive, hebrejve, pa nëse ka kojshi, e ka senin e stërvitur, po duan zoja, apo ma nef senin, po së të bërën, lejohet pra me marë me përdor, edhe zahën që i zen, me marë me hangër. Dallimi i senve, a shumë rëndësi që njerëzit kemë kujdes në është fjala për sen. Konkretisht në pika shkur, nëse kem ardhur një kohë të mos që seni është më i dashur se vlladhi. Për fatkeqësi, nuk lejohet vetëm 3 lloj senve me pa. Digjoni mirë,
edhe kemi argumentua edhe kini kujtes. Sa një zojës, sa një rojës e aktive, edhe sa një rojës shpisë ose tokës ose që ka e ke për roje, që e ke obligim. Pse? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men iqtada kelben laysa bi kalbi saydin wala mashyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulli yawm. Kush palsa e nuk është i zojës, nuk është roje i baktis, edhe nuk është roje i shtëpisë ose i pasunisë, thot për çdo ditë ka 2 kirata janë humbë vetit prej të mirave. E kanë bërë pejgamberi alayhi salam, çka është kirat? Kirat ka thënë është pasuni sa mali i Uhudit. Pasuni sa mali i Uhudit. Mali i Uhudit e kanë paras me pa haxhit. E merrem me sa është ajo pasuni prej të mirave që i falë sani. Kësë taj edhe që po i thojnë ta kusni ljubimat. Jep një me shpirë. E tjetër ta dinin se nuk një me lek në shpirë, po mbrenë sani, edhe tjetër është ta diti pejgamberit alayhi salam në atë enë, që i ljubi sani ose sani ty nuk gudzon, nuk lejohet ty me përdor pa e la 7 herë, e të para herë me la mirë me uje në dhe. Para herë me uje në dhe mirë, atë 7 herë me shpëllat. Dinje sa është i dytë sani. Pika shkurtna, edhe zëtia në ujë ose në det, është e lejoshime, është halal, me përjashtim kini kujdes mos prishni, si që janë agregatët, si që janë rjedhimet, si që janë struja, me mytë voklin edhe të ma. Nuk më. Dëmë në banë me ma, në kur zan, vetëm ata që është e lejoshime. Pra lusim e banë në lëshanuhu, se ajo që është e vërtet e hak, e Allah në mësohë zot ka veprojt, e të fusin praks, ajo që ndallohën ljarkona zë prej tune, ku me pas dame prej të zë edhe për dynja dhe për akiret, qka është kanë e vërtet është prej Allahu dhe pejgamberit, ose këtë ka duaz që është prej me dhe shejtanit, ose më Allahi se të është përblej edhe për dynja dhe për akiret, si që në ka bashkë pasot, në këtë në të bashkë pas logarizë, gradat pas në të حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد